Gjirokastra ka nisur të mirëpres turistët e parë të sezonit pranveror. Operatorët turistik shprehen se këtë vit lëvizja ka filluar më herët dhe numri i vizitorëve është ndjeshëm më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rajoni Gjirokastrës ka hyrë tashmë në sezonin e saj turistik të vitit 2025. Ajo që vrejmë është që po marrim rezervime 2-3 muaj para, të cilat janë të konfirmuara dhe kemi vënë re që ka patur një rritje të atraksioneve dhe të gjirave për të bërë. Përgjithsisht janë të fokusuar tek aventura ose të jetuarit lokalisht ose tek aktivitetet që ofrojmë brenda në qytete dhe jashtë qytetit. Aktualisht ofrojmë më shumë se 80 gjëra të ndryshme për të bërë në rajonin e Gjirokastrës dhe kjo gjë ka zgjeruar atë shportën e aktivitetit të turistit dhe rritjen e mundësisë për të bërë gjëra dhe për të marrë dhe ato që ne themi kujtime që janë bërë kraft ose janë të gëzëndura që i ke për gjithë jetën. Aktualisht, ndryshe nga sezoni i dimrit kur dominonin vizitorët vendas, këtë pranverë mbizotrojnë turistët e huaj, të ardhur kryesisht nga Europa dhe vendet nordike. Praktikisht tani kemi kaluar tek ajo pjesa që kemi bërë tërn, sepse gjatë dimrit kemi punuar më tepër me klientë lokal ose vendas, ndërsa tani po kalojmë tek ajo pjesa e turistëve të huaj, sepse dhe turistat vendas tani fillojnë fokusojnë në destinacione të tjera të Shqipërisë, siç janë Korça ose pjesa e Bregdetit. Sipas operatorëve turistik, Gjirokastra po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë fal bukurisë arkitektonike, trashëgimisë kulturore dhe ofertës gjithnjë në rritje të shërbimeve dhe gujdat turistike.